Viktima e parë me armë neurologjike me val, tashmë nuk është një teori konspirative, por deklarohet se kjo armë është përdorur kundër qindra zyrtarëve amerikan. Në fakt, një agent me emrin Michael Bake, përpara se të vdiste këto ditë, ai kishte denoncuar këtë fakt të çuditshëm, por askush nuk e besoi. Sot zbulohet se kjo armë ekziston me të vërtetë dhe ja si u kuptua. Duke filluar nga viti 2026, mbi 200 zyrtarë amerikan në shërbim jashtë vendit janë goditur me këtë armë. Bëhet fjalë për një teknologji të re, e cila është përdorur nga shërbimet sekrete armiqësore kundër zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Funksionon me anë të valve, që duke e drejtuar te subjekti i dëmton në rënd trurin, duke shkaktuar kështu të ashtu quajturën sindromën Havana. Të gjithë të përmendurit kanë deklaruar se fillimisht dëgjonin fishkëllima të bezdisshme në tru, mandej edhe dhimbje koke të forta, humbje orientimi, pagjumësi dhe probleme të tjera të rënda të lidhura me trupin. Por këto probleme janë përsëritur shumë herë me kalimin e kohës, madje janë intensifikuar gjithmonë në rritje. Në fakt, agenti Michael Bake e kishte parashikuar këtë fakt të çuditshëm duke filluar që nga viti 1996, madje edhe një kolegu i tij. Në atë kohë, Michael ishte një agent i sigurisë kombëtare në fushën e kibernetikës dhe elektronikës. Ai tregon se fillimisht mendonte se e kishte nga lodhja, por situata ndryshoi me kalimin e kohës dhe u përkeqësua. E kështu, teksa vitet kalonin, gjendja u bë vërtet kritike, që rregullimet ishin akoma më të rënda, deri në paralizën e këmbës. Mandej, më vonë i diagnostikuan sëmundjen e Parkinsonit, kur ai ishte ende 45 vjeç. Por vite më vonë, kur takoi kolegun e tij në përzyrat e Washingtonit, ai me zor ecte, e ndonse ishte 60 vjeç, ishte plakur në mënyrë të mistershme. Më vonë, nga këto dëshmi dhe nga raportet, u zbulua se dikush nga vendet armiqësore kishte përdorur një armë me val, të cilat shkaktojnë probleme neurologjike të dëmshme, që me kalimin e kohës vrasin dal nga dal, pa lënë gjurmë. Çudia e kësaj historie është se KGB-ja në vitet 1990 kishte futur në tregun italian pikërisht një armë të tillë, të ngjashme me këtë. Tregohet se mund të futej në një valixhe diplomatike, e cila me anë të një butoni tek doreza, duke ja drejtuar trupit të subjektit, lëshonte valë të padukshme drejt tij. Dhe thuhet se u përdor për neutralizimin e turprojeve të një personazhi të rëndësishëm, njëkohësisht edhe për dëmtime të personazheve të rangut të lartë. Çështja në Amerikë u bë kaq e madhe sa që u diskutua edhe në Kongres, dhe nga hetimet e kryera u zbulua se kjo armë ekziston, ndonse Instituti i Shëndetësisë e mohon. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. E megjithatë, para pak kohësh edhe CNN publikoi një zbulim tronditës, ku një divizion me emrin Homeland Security ka bler një pajisje identike që shkakton pikërisht sindromën Havana, që nuk është një prodhim rus, por ka pjesë që janë prodhuar në Rusi. Mund të jetë kjo një rastësi? Ç'është e vërteta, prej vitesh ka disa njerëz, edhe shqiptar, që dëshmojnë se kanë patur simptoma të njëjta që prej viteve 90. Disa thonë se mund të jetë një teknologji e projektit MK Ultra, ose edhe të ndonjë prodhimi rus. Megjithatë, të gjithë këta kanë plakje të parakohshme dhe lodhje të forta, pagjumësi dhe çrregullime të dukshme fizike. Kush nga ju ka të dhëna për këtë? Dhe çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.